Mes Dolcës, Edit dhe Bias është kthyer në një nga 3 këndëshat më të komentuar të këtij edicioni dhe askush nuk mund të thotë me siguri se si do të shkojë halli i tyre. Gjithçka është e hapur dhe çdo veprim i vogël mund ta përmbysë krejt lojën. Pikërisht për këtë arsye, prime i sotëm pritet me aq shumë kurreshtje, sepse mund të jetë momenti ku disa gjëra sqarohen ose, përkundrazi, ndërlikohen edhe më shumë. Nga njëra anë është Dolce, e qetë, elegante dhe gjithmonë e përmbajtur. Ajo nuk është tip që të hidhet me kokë përpara apo të futet në lojra emocionale të hapura. Nëse ndjen se nuk është e dëshiruar ose se po vihet në pozitë të vështirë, ekziston mundësia që ajo të tërhiqet me dinjitet, pa drama dhe pa zhurmë. Por pikërisht kjo qetësi dhe kjo mënyrë e saj e të qenit mund ta bëjë edhe më të fortë në sytë e Edit, sepse ndonjëherë largësia dhe heshtja flasin më shumë se puthjet dhe përqafimet e shpeshta. Nga ana tjetër është Bia, e cila duket e vendosur të mos lëshojë terren. Ajo është e lidhur fort pas Edit, si emocionalisht ashtu edhe fizikisht. Gjithë afërsia e saj, puthjet, përqafimet dhe prania e vazhdueshme tregojnë se ajo nuk ka ndërmend të zbresë nga qafa e Edit aq lehtë. Për të, kjo është një betejë ndjenjash dhe duket se është gati ta çojë deri në fund, pa u ndalur nga komentet e banorëve apo reagimet e publikut. Në mes të tyre është Edi, ndoshta figura më e paqartë e këtij 3 këndëshi. Ai përfiton nga vëmendja, ndihet i dëshiruar dhe i rëndësishëm, por njëkohësisht duket sikur nuk ka marrë ende një vendim të qartë. Afrimiteti me Bian është i dukshëm dhe intensiv, ndërsa me Dolcën ekziston ajo tërheqje e heshtur, ajo kimi që nuk ka nevojë për shumë fjalë. Pyetja e madhe është, a do të zgjedhë ai pasionin e menjëhershëm apo qetësinë dhe stabilitetin emocional? Ekziston edhe një mundësi tjetër që po përflitet, që Edi, i lodhur nga ky presion dhe nga ky 3 këndësh, të befasojë të gjithë dhe të afrohet me një banore tjetër. Në Big Brother. Kjo nuk të